Pamja që shfaqim sa herë që dalim nga shtëpia është e rëndësishme për çdo, pasi ndikon në cilësinë e jetës në komunitet. Sa më komod jetë mjedisin që na rrethon, aq më mirë kjo ndikon në jetë cilësore në komunitet, veçanërisht për mirëritjen e fëmijëve. Por kjo duket ëndër për Durrësin, qendrën e dytë më të rëndësishme në vend pas Tiranës. Kjo pasi Durrësi në shumë zona dhe lagjet e tij, në pjesën më të madhe të rrugëve dhe shesheve, ka këtë pamje. Është për të ardhur keq, por ky është një realitet që e shohim dhe prekim të gjithë, dhe përballë të cilit ndihemi të pafuqishëm ta ndryshojmë. Imazhet e përcjella tregojnë vetëm një copës të problemit të madh. Në lagje të ndryshme të qytetit, pamja është e njëjtë, në limitet e të zymtës. Gropa në rrugë, trotuare të zënë, ndriçim jo kudo dhe cilësor. Ndodhemi në lagje me numër 18 të qytetit, ku jemi ndalur sot dhe pamja është kjo. As pak normale dhe vite larg projekteve të mëdha për hapësira publike të gjelbëruara dhe ndriçuara. Këtu realiteti flet qartë se investimet publike janë haruar në shumë zona të qytetit, duke i lënë lagjet dhe sheshet në mes të paltës, ujit dhe papastërtisë.